Mendon Berisha po tregon gjithnjë më shumë se sa vlen në një kampionat shumë të fortë si Serie A. Mesfushori kombëtarët shqiptare dhe pse nuk shihet si zgjedhje e parë nga trajneri Silvinho, po vërteton se meriton më shumë hapësira. Këtë e tregojnë forma që po kalon, por edhe vlerësimet që po merr në një kampionat shumë prestigjioz dhe të vështirë si ai italian. Në ndeshjen e kësaj jave që skuadra e Lecces humbi me shifra 3-2 ndaj Udinezes, Berisha shënoi një supergol me goditje dënimi përpos faktit se ishte dhe thuajse i pagabueshëm në lojën e tij në mesfush. Pikërisht për këtë arsye ai është vlerësuar me notën 8 nga SofaScore, që ka marrë përballë statistikat që prodhoi gjatë ndeshjes në fjalë, një notë që ka mjaftuar për të zgjedhur Berishën në formacionin më të mirë të javës së 8 në Serie A. Aty ai rreshtohet në një mesfush me emra të njohur si Luka Modric, Anguissa dhe Salamakers, fal një paraqitje ku Berisha tregoi se nuk kishte rastësi që klubi i kishte besuar fanellën me numrin 10.